nga njëherë reklamat në televizion e isho es me kuhën. Andaj, çdo kuhë i ka ato topat e veta dhe fazët e veta, kur njerë duhet ndryshojnë. Po, për ata njerës që nuk jom prej aty në historiane që jem mondë njerë me këto gjona, mirë po jom një arapsod, edhe mund të flasë prej asaj periudhës time kur në këvillu, sepse çdo njeri në këtë kuhën e sodit, apo çdo radhë njëtë njeri, frymëzohet nga dikush, edhe del dikun. Që sikur ne mos kishim një këngëtar të këtu për më shembull Bardon, Augustin Ukën, Sali Baroni ose BTSF, na pe aty ne më frymëzuam me orë të ku jemi sot. Po mirë një me kuhën devijon rrugën edhe kalon gjona të veta. Çdo modernizim që bëhet, orë veç më mirë në kod keq apo në sen. Do tot muzika përpara kur kanë këndu. Është po më herët edhe si muzikë e fshatit më shumë kontrat. Jo, ngom tash, ne mund ta quajmë muzikë fshatë, muzikë shërt, po çameli vogël ka thënë sikur në fshat sot. Në atë ku nuk ka pas, kanë thonë për oda. Nuk ka kënuar në hotele, se s'ka pas hotele atë, por ka kënuar në paroda. Do të thot, njerëzit kanë lëviz, muzika është modernizuar. Mirë po, me kthy atë kohë, me kthy sot, ne me shumë atë mirë se ata. Pse? Ne përkasim kësaj kohës sodit, sepse ata kanë ikë në atë botën tjetër, i kanë lënë bagazhet e veta, historitë e veta, kur flasin historinë të njerëz se mi mirë me atë punë. Po çdo gjë që vjen kohën e sotit shumë më mirë, sepse ato kohët kanë qenë ato kohë të vështira. Po për atë kohën kur kanë qenë ato, ata kanë qenë më të mirë se jo. Absolut që po, se ne s'kemi qenë atë kohën atjet. Edhe... As ata sen tash, shumë krasë me juve. Po, edhe kjo është ma mirë që jemi në sot që ti flet me neve. Po. Edhe muzika... Të shakun me BTSF-ës gjallë, në është edhe me të këshafull. Kur kanë qenë BTSF-ës atër konë shumë kohë mirë, edhe në konë atër ka pos bura, Po, halo ka bura. Tash nuk ka bura. Moshkuj ka sot dush, moshkuj këtë këshysh ka, bura ka shumë pak. Një ekip për bollë, bilja. Po e di une, e kom zeshen, po pasën zeshe kom. Po mirë ko pasën zeshe, mirë ko. Mirë po dal të zeshe, sepse zeshe është vetë një dhe një emisionet edhe cilët e përgëzoj edhe falemderoj që nuk është më rëndësi kënd, po më rëndësi është që në shën këngëtarët shumë. Po. Pa më vërshirë që zhutat s'ka pas shumë të kur e me marrë në emisione. Pse? Po nuk ka pas shumë se këngëtarët e mi është shumë probleme në zonë. Aha, okej. Ngojta ka njerë një emision, kur deri ka shim thoqi, një emision e ka posh, kur deri ke do deputet partive të vogla, dhe ke këtu në një grup deputet, mall deputet. Kuj pas azesh ka ma shumë me këngëtar të mahalla, se sa këngëtar të opinionem. Nuk ka Rifat Berisha këngëtari mahallës. Po, pas azesh ka ma si më folën ata. Ka ma si më folën e pas azesh. Unë po flasë në zhjën teme. Mirë po, une nuk e shoh është një kolegë muzikë sepse për mu këtë në të mirë, gjithë kur në të mundësin e vetë. Dikur që ka 200 kg, dikur që ka 50 kg, atë në mundëm se i ka 200 për 500. Mirë po, une e mora këto që këngëtarët e mahallën duhet të cekë në veç një punë. Shumë kush më ka pyet kush ka qenë këngëtari më i mirë i gjitha kohën. A ka pas atër konkurrencë dhe po ka pas atër konkurrencë, që tash këngëtarët që në punë shumë të rap, jep disk ati disk tina. E di sa ka pas atër ajo? Atër ka pas, pa atër në konë pak më të nëryshe, sepse edhe atër në shty këngëtarët në përvoda. O konë të kënu një këngëtar, valla është bajër do të kënu, ja ka qu qetaj për ma shemull, për më shty. Jo për më kënu, për më shty. Në atë ku kanë qenë atë ku. Po. A e kupton? Po. Problemi dhe thelbi që të zëheqa, unë nuk i ceket një këngëtar, sepse kur më pyeshin njerëzit, kush është këngëtari më i mirë, kush ka qenë këngëtari më i mirë. Unë ma dijen time dhe unë sa kom studiuar për këtë periudhën time, unë i kom studiuar gjona shumë mirë. Pavarësisht që e kona dikuj e se kona dikuj. Edhe du më do të në të zëjsa me këtë bërgjinën për zëjsh. Dhe vetëmit këngëtarë që i rejnë gjitha tërë shqiptare i në zhutat. Asë një këngëtar tjetër jo. Asë një këngëtar, du më të cek me emna të kërkon. Po folë veç prej folklorit a krejtë përgjithësi? Për folklor po flasë, këta muzikë vëllur është gjithë kundë i takojnë, Maqedonijet, Kosovës e atje. Folkloristat që i rejnë gjitha tërë shqiptare në veç zhutat. Absolut s'ka asë një këngëtar. Kur unë i kom shëti këtë të rrjedha, këtë të trojet, ku kom shkune, unë e Augustin Ukën si këngëtar, asë njërë njetën time se kom dorë si këngëtar. Asë muzikën se kom pëlqy kur. Kur njetën time. Unë kom qenë adhërues si Bardozës. Po. Unë. Mirë po, ku i kom studiu gjonat, dhe kom levizë në këtë territorë të këtë shqiptarisë, aty ku kom shku, më kanë thonë, o konë Augustin Uka, a konë Augustin Uka. A në gjenë Bardozës s'di kush është, a në gjithë Sali Baroni nuk e di kush është. Dhe thot i vetëmi këngëtar që i rreth këtë trojet, o zhuti. Pra aty në kom pru konkludimin që këngëtari më i mirë në gjitha kohën, në atë kohë po flas,
se tash ndje nuk jetojnë, dhe shumis nuk jetojnë, ka qenë Augustinuka. Pse ka qenë Augustinuka? Augustinuka ka qenë si ka rre këtë shqiptare. Ka qenë i kërkuar. Po do jev, në Kamenic, në Gjilan, unë e kom këngëtarët Kosovës du me sek me emna. Po si ne bërkush që egzistojnë kom. Nuk egzistojnë. Tu aks, unë e në gjosi këngëtarët fort me emën, po në Maqedoni nuk e në gjë kush. Unë e prej Divrës. E këtë territorit të Maqedonisë nuk ka qytet as gati ka tonë që s'kom kënu. Po tani si prej Kamenicës, e Gjilanit, e Kaçanikit, e Frizojt, Shtimjes, Suarekës, Prizrenit, e këthena te i stok, e te në Metrovis, nuk ka gati ka tonë as qytet që s'kom kënu. E aty ku e analizojnë në sandet, aty thamë që më i mirë. Basë zeq jep një përgjigje. Basë zeq, o shumë buri mirë, o shumë artist. Sepse për të lindë artist, për një pjesë, o për një gjonë që kushtën, duhet edhe me lindë, ju më kriju. Zeqa është artist i lindur, për gazetari, për emisionin që e bën, su kur zhutë që të lindën për sharki. Okej. A u këton? Njëri duhet të lindë edhe të rritet me atë frymëzimin, sepse këtë të qërë, kjo është historian, ajo është historian, basa zeq që ka ose kur që mos pas po, veç në emisionin shaka një aty, vish aty pa morë 10%, kam su bollë. Po këngëtarët duhet me analizu gjonat aty çka shitet. Edhe basa zeq kur ka nisë emisionin, i ka pos 100 vet, dikur 1000 vet, dikur 2000 vet, tash pja bojnë me kaq 100.000 për një live. Është rrit këtë shumë. E ka rrit audiencën, njerëz kanë marrë me shikueshmëri sepse ky vet me theksin e vet edhe me gjonat e veta i bën njerëzit besa tash të çka më për më ti boj pak si ka basa zeq, tash ja ka nisë edhe gratë pikëqyrin. A ka po... Po do ka folë që ky. Ma? Me ty. Basa zeq sa jeti. Basa zeq e ti. Tash e zunë në gërë. E tash ti kthe ma fjalën që tash nuk thashun e për me prek, ma ato